أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم أما بعد تجد الذي خير دريمة تكفر زوتنا ما الله جل جلاله أتى فلندروي بريتي فالي ذا دوريم كركويم صلوات السلام برشنديت المتميرة بنيري المتمين بمحمد مصطفى عليه الصلاة والسلام بشوكة تي فاميل النتيجة جدا مسلمان سريان بيك روغ نتي متميرة درنديتا أفون تكسبوت تندروار وجلار imamlar hafizlar nderuara familje e të ndjerës ne fillimisht e lutim Zotin e Madh Xhelel Xhelalu që Allahu motrën tonë nanën e vëllezërve tonë Allahu ta ketë mëshiru dhe ta falë. Amin. Allahu t'ja zgjidh njën e duhet që ta shpreh dhe ta thot me bindje ata që do t'ja kërkojnë me lekë të Zotit subhanahu wa taala. Lutim Zotin e Madh që Allahu t'ja ndriçon varrin dhe ta ringjall me umetin e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Të nderuar vëllezër, Muhamedi alayhi salatu wassalam është vula e pejgamberisë, pavarësisht zërave, pavarësisht lëvizjeve, të cilat kanë dalë andej edhe këtu, apo ku e diu në gjetiju për ta mohue Allahun dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam, neve nuk duhet na lëkundët zemra nga bindja në Muhamedin alayhi salatu wassalam. Kjo është argumenti më i madh. Na këtu kena me përfundu krejt. Shiko, për pak vite është mbush kjo me varre ky vend. Ka qenë shpras, është mbush me varre. Na ke që tu shkojnë në kom sot zhvendosemi në për veturat tona, në për shtëpiat tona, e ktheve familjeve tona, ndërsa motrën tonë këtu e lana sot vet. Kësaj nuk i ka mbet përveç Allahu subhanahu wa taala. Sicilit prej neve kam në ardh që këtë dakik. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, limithli hadha al-yawm fa'iddu. Krejti që keni mbet gjallë, banu një gati për një ditë si kjo. Për një ditë si kjo kur nuk të mbetet pos Allahu subhanahu wa taala. Krejt sloganët bin, këtë xhelozit bin, këtë zilit bin, këtë ato mbushjet e gjoksave me zemrim dhe hidhrim bin dhe mbetësh ti edhe Zoti jot. Çata çka e ki punuar. Andaj, përforcohuni, përvishni kamp me iman, falni namazin, jepni zakatin kush e pasanik, agjëroni Ramazanin, bani hax nëse keni mundësi, leni haramët, bani lidhet parafisnore, duni musliman, sepse keni me pas nevojë me bë dua. Ka me pas nevojë se cili pi neve kur të vjen këtë dakik, mi ba dikush lutje sikur që na po bojnë asot lutje për motrën tonë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith, 40 besimtar mu'minun me iman në Allahun që ja bojnë dua në muslimanit, Allahu e fal ata. E lutem Zotin që Allah të ketë plotësuar motrës tonë këtë dua. Amin. Andaj të nderuar xhamat, le të jetë vdekja mësim për neve të gjallëve, sikur që është edhe mërzi për neve, edhe për familjen, nga se nana është streha e fundit ku ti e gjen ngrohtësinë, nana është kama e fundit ku ti aty e gjen mëshirën, nana është dora e fundit, butësia e fundit, nuk ka me të mëshiru kurkush mos si nana, s'ka me të këshirë mo kurkush si nana, s'ka me ta fal mo gabimi kurkush si nana. Andaj ka thënë alayhi salatu wassalam, ajo derë xhenetit, s'ka mo tjetër derë xhenetit. Andaj ka ardhur njëri te Ibn Abbas radhiyallahu an, i cili ka vrarë një njeri, edhe ka thënë o hoxh, ka qenë hoxha i sahabeve, ka thënë a ka zgjidhur kjo puna, ma fal Allah. Ka thënë, a e ki nanën gjallë? Ka thënë jo. E ka këshirë një herë, ka lanë një herë me prit. Ka thënë, motrën e nanës, a ki teze? Ka thënë po. Ka thënë, shko bani hizmet asaj panal, nashta Allahu gjelola të falë. Andaj, kjo dore mëshirës, kjo dore butësijës, kjo dore cila nuk dvejt qka ki ba sa her ta falë, ta ban halal ala pa ja gabue, kjo nga vesh nana, sot e ke përfundue. Andaj, kush e ka gjallë, le t'i baje hizmet, le t'a kshirë, le t'a doje, dhe le t'ja baje krejt ato kërkezet qka i lip, përveç ko Allahu gjilla ka bo haram. E atyre që ju kanë ndru jetë, le t'bojnë veprat mira dhe t'bojnë dua, që Allahu subhanahu wa ta'ala t'i farë ato. A e disa begatije madhe është ndëruar gjëmat, ku vlau jo në tha, nana e me tha e falë jacien edhe ndru jetë. A disa njeri ndonë jetë në kazino, a disa njeri ndronë jetë në diskotek, a disa njeri ndronë jetë pa namaz. Andaj, elhamdulillah që Zotë ja ka mo shpirtin me 5 vakë. Del për para Zotit, thotë o Zotë, unë i kam falë dhe tyra që kam i ke bati. Andaj, ju që ka keni mbet, na që kena mbet, pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka porosit që të përvishemi mirë me islam dhe tjetë të ndëruar xhamat. Vdekja është ligjëruesi i cili deporton edhe të shurdhi, deporton edhe të i pashkullumi, deporton edhe ta i cili ka 1 gram vetije. A ka dikush që tu që se di që ka ndodhë? Vdekja, ta ullë kokën,
ta ul krejt, këtë 1 milion problemet ti ban një problem. Krejt ato që ti e ke pas në dinamikën e dunjajës bin, që ka sikur i smuti, thot, 100 probleme i kam pas, shtash mu ka bëha gjo vesh një problem, inshallah Zoti ma jep shnetin. Andaj ju që ka keni shnet, ju që ka keni takat, mos e harroni Zotin, mos e harroni Allahun, mos e harroni detira që ka ne i ka bëha Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë dunja, se wallahi ran me ran që duke në me arë. Po inshallah Zoti na mundson me dekit dhe me iman ja rabbal alamin. Amin. Andaj mos ta zgjasim, vdekja është mesazh në vetveti. E lutim Zotin e Madh që vëllezërve tonë Allahu t'i jap sabër, Allahu t'i jap durim, sikur që e lexuan vëllezërit tonë imamat, fjalën e Allahut subhanahu wa taala, na e gjejmë ngushëllimin te fjala e Zotit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Na kretin atë Allahut dhe kretin Allahu që na kthy. Na jena pronë tina, na jena robta tina, na jena fukara për Zotin, na kena nevojë për Zotin, na smundemi pa Zotin, andaj e lutim Zotin e Madh te bareke ve teala që ti forcon zemrat e vëllezërve tonë, të familjes, inshallah Zoti ju jap sabër, ta kalojnë këtë musibet duke mos thënë diçka e i dhon Allahu xhelalu ala. Pejgamberi alayhis salatu wassalam në ditë kur i ka vdek nipi, e kanë pa tukajt. Sahabia ka thonë ja Rasulullah, dhe ti kanë? Ka po edhe unë e kaj. Se syri vetë lëton, zemra mërzitët se të ka shku në ana, të ka shku njeri maj dashëm që të ka dosh dunja, zdo më kërkush vallaj, as dos të as las ka që të dosin ana jote, që ka ta lesëm zemra vetë mërzitët, ta ama na da Allahu pa besimtarve të gjuha, na s'band me poshtë të duhet, ta Allahu tjena, ta Allahu kena më këthije, krejt që du qka jena, krejt ditë kena përfundue, Zotin e mundësot me jetu me Islam, me urrit dhe me u zhvillu me Islam, edhe amanetin e fundit, inshallah Zotin e mundëson me iman, familjes Allahu sabrim, edhe krejt juve që keni arë Allah ju shpërblet, Zotin ju kompenzof me të mira, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li, wa lakum, fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, alhamdulillahi rabbil alamin.